Shëngjini ka tërhequr vizitorë të shumtë në këtë ditë pushimi të shoqëruara me motë të ngrohtë. E gjithë vija bregdetare nga Rana hedhur deri në Kune është populluar me qytetarë ku dominojnë shqiptarët e Kosovës. Krahas shëtitjes në shëtitoren Buzdetit, nuk mungonin ata që bënin plazh, duke shijuar rrezet e diellit dhe freskinë e detit. Vizitorët thonë se zona turistike e Shëngjinit është një vend ideal për të kaluar ditët e pushimit, duke vlerësuar pastërtinë dhe shërbimet që ofrohen. Mirë është shumë, mirë është. Shtypjet e para se përgjithsisht i kaloj atje ka jugu, po kësaj here për fundjavë dhe e provojmë. Mirë duket, mirë, plazhi do e mos. Gjithsesi ka hapësirë të mjaftueshme duket, nuk e di për sezonin se si është. Po jemi të kënaqur me ushqimin, me ashtu nuk i prisim se ka filluar sezoni, mirë po disa prej tyre si duket e kanë filluar. Mirë përbes, mirë. Po, uji pak i ftohet, nuk e ashtu edhe pse dje e provova. Shifen disa tri, për shembull, tri e bëjnë. Mirë po, mirë është. Ishin edhe ka kisha alasin pak, kështu pak vizita. Po po bëhen kështu 3 ditë bashk. Mezisht po pret me dalë me ndu vend. Kena ardhur domethënë prej të prantës deri të honën deri. Koha mirë, relaks, edhe me kalu një ditë. Këtë vikend domethënë për pushime. Shëngjini është plazh i qetë, i bukur, për fëmijë i përshtatshëm zonat tonë. Nga Prishtina, po në Smeri plazhi, ujë, gjithë. Edhe pse jemi ende larg nisjes së sezonit turistik, Bashkia Lezhë dhe bizneset po kushtojnë vëmendje maksimale shërbimeve në të gjithë vijën bregdetare, ku në fokus kryesor është pastërtia që ofrohet.